Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemi mbetë tek përmendja e disa rregullave të tjera të aplikimit të teksteve fetare në realitetin objektiv, të cilat gjithsesi duhet të respektohen. Përndryshe ai i cili nuk i respekton këto rregulla, atëherë do të kalon devijim, do të devijon dhe ndoshta do të shkaktohet gjakderdhje dhe edhe në shoqëri të ndryshme. Rregulli i 5, sepse i kemi përmendur 4 rregulla të mëhershme. Rregulli i 5 është se njeriu sa i përket aplikimit, sa i përket zbatimit të teksteve fetare nga Kurani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në realitet, për më tregu se a ka ardhur koha e filan ngjarjes, e filan shenjës së kiametit apo jo, atëherë do të më kthej te dietarët. Dhe është për detyrë për njeriu që të kthehet te dietarët. Pse më kthej te dietarët? Për arsye se këtu i kemi disa procedura që kemi përmendur më herët. Më së pari, më vërtetua ka tekst fetar apo jo. E dyta, teksti fetar është i vërtetë apo jo. E treta, çu do të më kuptoj ai teksti fetar. Masanej do të më kuptoj mirë realitetin që jemi duke jetuar. Ai plotson të gjitha kushtet, ai plotson, ai përmbush të gjitha ato cilësi që janë përmendur në tekst. Pra, dietarët janë ata të cilët janë që i dinë këto dhe i cilët i plotësojnë këto kushte sa i përket, domethënë, zbatimit që quhet në arabisht tahqiqul manat, domethënë vërtetimit se a janë plotësuar këto kushte sa i përket realitetit të caktuar dhe asajna që ka është përmendur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah azza wa jalla dihet, domethënë e dim që thot në Kur'an fasaluha li dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni dietarët për ato që nuk e dini. Dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe tabiinët edhe ata që kanë ardhur pas tyre e kanë respektuar këtë rregull. Dhe ju kthyet dietarët, sidomos për çështje të cilat janë kund paqarta. Për këtyre është rasti kur thot Ebu Amr al-Shaybani, thot isha me Hudhaifa ibn Yamanin. Dihet se Hudhaifa ka qenë për aty në sahabët që mas shumë të ka transmetuar ose mas shumë të që është interesuar rreth çështjeve të fitneve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili i ka treguar shumë gjëra Hudhaifa, sidomos emrat e munafikave, dhe Hudhaifa ka pas dituri të madhe rreth ngjarjeve të caktuara dhe rreth shenjave të kiametit. Thot Ebu Amr al-Shaybani, thot isha me Hudhaifa në xhami edhe një beduin duke vërpu edhe i tha, a ka dalë dëgjalli? A ka dalë dëgjalli? Pra, ka ditë edhe ai beduini pse nuk ka pas dituri, ardhte Hudhaifa dhe ka pyet, çush në atë kohën e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur koha e daljes së dëgjallit. Dhe Hudhaifa i ka thonë se unë më shumë kam frikë për ato fitnë që kam ardhur para dëgjallit se sa për vetë shfaqjen e dëgjallit. Për arsye se dëgjalli ka më nejt 40 ditë. S'ka më nejt më shumë. Pra, qëllimi me këtë hadith ose me këtë ngjarje është për me tregu se njerëzit e kanë ditë kanë për referencë. Në atë kohë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe më vonë tabiinët edhe dietarët e mëdhej. Në një hadith tjetër Abu Nadra thot, ishëm te Jabir bin Abdullah i cili ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi një hadith, tha në fund të umetit tim, domethënë pak para se me ardh koha e kiametit, tha do të jetë një halif i cili do të shpërndoj pasuni pa llogari. Do të shpërndoj pasuri pa llogari, pa hesab. Ka më shpërndon njerëzve. Dhe thot ai transmetuesi thotë në pyetja e Abu Nadrën dhe Abu al-A'lan. A ju merr mendja që për qëllim me këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është Umar ibn Abdul Aziz, se në kohën e Umar ibn Abdul Azizit, domethënë pasunia u e madhe dhe njerëzit kanë pas pasuni, është shpërndar pasunia më të madhe. Mirë po ka thonë jo, nuk është për qëllim Umar ibn Abdul Aziz, mirë po është për qëllim domethënë në kohën e Mehdiut edhe në pak para se me ardh koha e kiametit. Pra, qëllimi është që duhet gjithsesi më u kthy tek dietar. Dhe në histori shumë njerëz kanë pretenduar se janë Mehdiu, ose se filan personi ka qenë Mehdiu. Mirë po dietarët janë ata të cilët kanë demantuar një çështje të tillë,
se filani nuk është Mehdiu, prandaj keni kujdes për ti. Pra dietarët edhe janë ata të cilët e nëhasin se ka me ndodhur një farë fitne për shkak të pretendimit të dikujt për shembull se është Mehdiu, edhe i paralajmëron njerëzit nga këto. Janë ata të cilët pra saktësisht e dinë se a duhet më apliku ke filan hadithi i pejgamberit alayhis salam për ngjarjen e caktuar se ajo është për qëllim apo jo, pra janë ata dietarët që i dinë këto. Rregulli i 6 është se nuk mjafton vetëm me ditë çështjen e haditheve. Pra hadithi mund me qenë sakt, mund me qenë edhe kuptimi i mirë. Njerëzit mund me lexu. Mirë po duhet me verifiku çështjen e realitetit, me pas një pamje të plot rreth realitetit që je duke jetu. Se a përputhet me atë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mund atë hadith me qenë sakt. Krejt në rregull. Mirë po nuk e ka një pamje të plot njeriu rreth ngjarjes. Për këtë arsye dëshiron me zbatu, me apliku në atë realitet e që nuk përshtatet me atë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra duhet me këshir mirë, me ditë mirë realitetin që po jeton. Në mënyrë që me ditë a përputhet me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtyne, domethënë ngjarjeve që mund me thonë se njeriu do të me pas parasysh realitetin ku jeton edhe me ditë mirë ngjarjen për shembull, është rasti i Aliut radhiyallahu anhu. Në kohën e Aliut radhiyallahu anhu ka ndodhur shumë fitne. Njëra prej tyre fitnave ka ndodhur luftimi i tij që ka bëu havarizve. Luftimi i tij që i ka bëu havarizve. Ka ndalë në kohën e Aliut radhiyallahu anhu havariz dhe Aliu radhiyallahu anhu i ka luftu. I ka luftu duke u bazuar në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë se shkoni edhe luftoni, na po dojna me shku edhe me luftu ata. Dhe ka tregu, ka thënë kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë se ka me dalë një grup i njerëzve që nëse ju e krahasoni namazin e juve me namazin e tyne, s'krahasohet. Do të thonë ata bojnë namaz shumë. Edhe Kurani i tyne, leximi i Kuranit të tyne nuk krahasohet me leximin e Kuranit që e bani jo. Edhe ibadetet e shumta. Mirë po ka thonë yakhrujuna min al-islam kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiya. Mirë po dalin pe islamit sikur sa që del do të thonë shigjeta pe gjatë, kur do të thonë goditet gjahu, atëre ajo shigjeta e shpon anë për tej gjahën. Edhe dalin pe islamit. Mendojnë se do të thonë një bën dobi ajo që ka lexojnë, mirë po Kurani thotë nuk e ka lënë gabxherën e tyne, fytyn e tyne. Mirë po ka thotë kom dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë në mesin e tyne është Ebu Thudeje. Është një person. Edhe masi që ka përfundu lufta, ka thonë këshirni se është ai personi aty. E kanë lyp, mes të vrarëve nuk e kanë gjetë. Ka thonë gjithsesi është në mesin aty në çaj personi. Çfarë cilësi ka pas ai person dhe për të cilën ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse gjinë në atë ushtri, atëre kjo rezulton ose kjo tregon se ajo është ushtria e xhavarizve. Ai, domethënë Dhu Thudeje është i cili e ka të këputën ose është lind me një dorë të këputër pe i gjysmës, edhe fundi i dorës, domethënë kjo pjesa të krahu ose të bryli, është sikur se thimtat e xhirit dhe aty ka janë 3 çime të bardha. Kjo është quajtur Dhu Thudeje. Edhe kanë lyp, masane i kanë hik të gjithë të vrarët, kishte qenë ai i fundit për tyne, dhe kur e shethat Allahu Akbar. Që ka thonë të vërtetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, e ka ditë hadithin, mirë po ka dashur edhe me shiku sa përputhet me realitet. Aliu radhiyallahu anhu dhe ka ardhur për fundim se masi që është gjetë ky njeri, atëherë kjo është ajo që është realizuar në të vërtetë për asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra njeriu duhet me verifiku, duhet me ditë saktësisht edhe realitetin që po jeton, me ditë mirë, me pas pa me të plot mënyrë që me ditë me përputh atë tekstin fetar me realitetin ku jeton. Çështja tjetër ose rregulla e 7 është do të me shiku se çfarë janë ngjarja që ka ndodhur ose që ndodh. Ka ndodhur më herët ose
tash është duke ndodhur, një ngjarje e madhe. Që kjo ngjarje, ai plotson të gjitha ato përshkrimet që janë përmend në tekst apo jo. Do të thonë, ka mundësi një ngjarje tash është duke ndodhur. Edhe dikush pretendon se kjo ngjarje përputhet me çet hadithin që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duhet me shikuar mirë se kjo ngjarje ai përmbush, ai plotson të gjitha ato përshkrimet, të gjitha ato që janë përmend në hadith apo jo. Nëse një mungon, atëherë s'është aplikimi i duhur. S'është aplikimi i duhur edhe njeriu mundet me deviju edhe mja huq sa i përket kësaj çështje. Do të thonë për me mendu për diçka, ai në vërtet s'është ajo ngjarje, por vakia ajo ngjarje ka menduar më vonë. Dhe për këta që dëshmon, për shembull kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se la taqumu sa'a hatta yuqatilu al-muslimuna turk qauman wujuhuhum kal-mujann al-mutraqa yalbasuna ash-sha'r wa yamshuna fi ash-sha'r. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ndodhë kiameti derisa muslimanët të luftojnë një popull që quhen turk. Fiset turke nuk janë vetëm turqit e sodëm, po ata bërojnë nëse rrjedhin prej atje, prej Kinës, prej Turkistanit, atje e afër për tyne është edhe, domethënë fiset mongole që mund me i quajtë. Për këtë arsye disa thonë se për qëllim me këtu me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ato fiset mongole që i kanë sulmuar muslimanët. Domethënë në këtë hadith thotë nuk do të ndodhë kiameti derisa muslimanët të luftojnë turqit, po është për qëllim, domethënë fiset turke në esencë, jo sot që është për qëllim Turqia. Një popull fytyrat e të cilët janë sigurisht mburoja të rrohura, muljan al-mutraqa, i veshin rroba prej leshi edhe mbathje prej leshi. Edhe ka ardhur në disa transmetime se kanë syt vegjël, fytyrat kuqe, hundat sheshta, fytyrat të gjera, edhe që kjo që përmend, që më thonë që mbathje prej leshit apo prej kimave, prej qimeve, më thonë prej leshit. Në një këtë hadith kur e ka komentuar Nevaviu rahimahullah në njërin prej librave të tij, thotë në këtë kohë ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe pikërisht thotë këto fise i kanë sulmuar muslimanët në kohën e Nevaviut rahimahullah, është sulmu Bagdadi dhe kanë hyrë mongolët në Bagdad, e kanë bërë kërdi, kanë vrarë më shumë se 1 milion, disa thonë 2 milion njerëz për pak dikt, kanë bërë gjegdhere të madhe. Pastaj kanë pushtuar edhe vende të tjera, derisa ka ardhur në Damask. Nevaviu ka jetuar në Damask, po i ka pa edhe kanë dëgjuar se kush janë këta. Edhe thotë këta që ne ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë realizuar ose i kemi pa në këta njerëz, këta mongol, tatart, që i kanë thonë, disa i thonë tatar, disa mongol, po domethënë për fisëve turke ose domethënë që ka në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu e ka komentuar Nevaviu. Domethënë do të më këshir a janë përmbush, a janë plotsu krejt që janë përmend në për hadithe edhe apo jo. Se nëse mungon diçka, atëherë është problem. Nuk bën mu apliku, nuk bën mu zbatuar ajo në realitetin objektiv, edhe me thonë se ka ardhur koha e kësaj ngjarje apo nuk ka ardhur koha e asaj ngjarje. Dhe për këtyne, për shembull që kanë ardhur që nuk janë plotsu. Thotë Ibrahim ibn Maysara, thotë i kam thonë Tawus ibn Kaysanit. Tawus ka qenë nxënësi Abdullah ibn Abbasit, tabini i njohur. Thotë i kam thonë, a është Umar ibn Abdul Aziz Mehdiu? Ka thënë jo. Pse? Thotë sepse ai nuk e mbulon tokën me drejtësi. Se njëna prej atyne shenjave dalluese të Mehdiut është që ka më mbush tokën me drejtësi pasi që është mbush me zullum, me tirani, me padrejtësi. Ka më mbush krejt tokën me drejtësi. Thotë Umar ibn Abdul Aziz ka mbush, po jo krejt tokën. Për këtë arsye nuk mund me konsideru që Umar ibn Abdul Aziz është Mehdiu. Se s'është përmbush, janë disa cilësi, disa përshkrime që mungojnë tek Umar ibn Abdul Aziz që e bën që mos me konsideru ato Mehdiun. Pra, kjo është ajo që kërkohet dhe disa në periudha të caktuara kanë menduar se Filisteku për shembull është Mehdiu. Dhe kanë gabuar, bile kanë dalë me persona të tillë dhe kanë dalë edhe me luftu. Për shembull, disa prej selefëve kanë pretenduar se Muhammed ibn Abdullah ibn Nafs az-Zakiyya u një person për Alul Bejtit.
është ngrit Medine kunder pushtetit. Ka thënë vetes se është Mehdiu. Ju kanë bashkuar atina disa njerëz. Mesin e këtyre që ju kanë bashkuar ka qenë Muhammed ibn Ajlan. Është një prej transmetuesve të hadithit. Muhammed ibn Ajlan ka qenë dietar dhe ka qenë edhe një prej badexhive. Po ju ka shtjell puna. Ka menduar që ky me emrin Muhammed ibn Abdullah pe Alel Beitit, pe familjes së Fatimit, pe familjes, domethënë pe lozës së Hasenit, domethënë ky është Mehdiu. Dhe ajo është dal, edhe ka luftuar halifën e ka thonë vetes Mehdi. Mirë, po kur u vra është pa që s'është Mehdiu. Dhe kur e ka marrë pushtetin atë në Medinë një princ me emrin Sulejman ibn Abdullah, domethënë Jafar ibn Sulejman ibn Ali, njënë për atyne, domethënë të halifës që kanë qenë, mirë po me emrin Jafar ibn Sulejman, në atë kohë domethënë ajo është mundu m'ja marrë pushtetin, pas ka mujt, tash ky i ka thirrë ata njerëzit të cilët ka marrë pjesë me këtë Muhammed ibn Abdullah ibn Nefs al-Zakiyya. Edhe në mesin e këtyre ky dietari. Ky dietari domethënë Muhammed ibn Ajlani. Edhe ka thirrë para vetes, e ka urdhëruar me u kput dora. Se ka marrë pjesë. Ka thënë te ke pasu një gënjeshtare, ke pasu një rënacak. Ky ka hesht. Ky domethënë i badexhia, ky që ka pas dije, domethënë ka hesht. Edhe thotë përsërit ke diçka, thonte diçka me gojën e tina, domethënë na mendojshim që mos bënte dua. Derisa ndërmjetësuan shumë njerëz të dijes e shumë dietar që mos më ndeshku, mos më prej dora, për arsye se këtina ka pështjell meselja. Domethënë ka menduar për diçka anë vërtet, s'ka qenë ashtu. Edhe ai masanej e ka liru. Domethënë qëllimi është ka i herë në disa ngjarje që ndodhin, mund me ardh hadithe. Mirë pa ato hadithe që përmbajnë përshkrime edhe përmbajnë cilësi, nuk përshtaten plotësisht edhe në përputhen plotësisht me të gjitha cilësitë e tyre në realitetin e caktuar. Disa çështë përputhen, disa jo, edhe njeriu mundet me mendu që përputhet plotësisht, masanej u bë sebeb edhe më der gjaku, sigurisht në këtë rast që e përmendëm. Domethënë histori ka pas njerëz. Për shembull, domethënë ka pas njerëz, ka pas edhe njerëzve që kanë menduar nganjëherë që është në dije dhe njerëz që kanë pas dije. Domethënë nganjëherë që njeriu vetëm me kon krej mosës së gjon, mundet me kon edhe dikush po me gabu. Rregulla e 8 është se dohet me bë dallimi mes cilësive të përbashkëta dhe cilësive të veçanta. Çfarë do të thonë kjo? Nganjëherë disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vjen një ngjarje. Sigurisht për shembull tham Mehdiu. Ato ka që është përshkruar Mehdiu në për hadithet e shumta dhe hadithet e Mehdiut janë aq të shumta sa që dietarët e Ehlusunnetit e kanë pranuar. E kanë thënë se ka me dalë një njeri me emrin Muhammed ibn Abdullah pej lozës së pejgamberit alayhis salam që përputhet emri i tij me emrin e pejgamberit alayhis salam, me edhe emri i babasë tij me emrin e babasë së pejgamberit alayhis salam, dhe ky domethënë ka marrë masën e Isa alayhis salam ka me u fal pas tij dhe në kohën e Isait alayhis salam pastaj ka me dalë Dejjalli dhe ka me mbyt Isa alayhis salam, por sidoqoftë domethënë kjo është një farë kronologji e shkurtë e ngjarjeve. Dhe Mehdiu ka disa prej përshkrimeve, ka disa prej cilësive. Disa prej cilësive janë të përbashkëta me njerëzit e tjerë. Disa prej cilësive janë të veçanta vetëm për Mehdiu. Nuk mjafton vetëm që njeriu mi pas parasysh ato cilësitë e përbashkëta. Sa ato mund të ekzistojë dhe mundën me të tjerët mi pas ato cilësitë përbashkëta. Po duhet më koncentru më shumë tek këto cilësitë e veçanta që bojnë dallimin mes të Mehdiu dhe të tjerëve. E në qoftë se nuk përshëndrohet njeriu, atëherë mundet me jahuç edhe mundet me gabu. Për këtyre cilësive të veçanta është se ka me dalë Isa alayhis salam kohën e tij, ka me fal namazin e sabahit pas Mehdiut. Dhe kanë me luftu Dejjallin, edhe në kohën e Isait alayhis salam, Isa alayhis salam ka me mbyt Dejjallin, dhe që kjo është, domethënë në kohën e Mehdiut ka me ndodhur çdo ngjarje të mëdha. Domethënë pak para se me ndodh dita e Kiametit. Kush nuk i ka parasysh këtu, mendon për dikon që është Mehdiu, atëherë vetëm se ka deviju edhe ka shkaktuar gjarderdhe që është ajo ngjarja e haremit, që kemi përmend ngjarja e Gjuhejmanit, duke menduar që është Mehdiu. Por duhet me bë dallimin.
Po ashtu disa prej dietarëve thonë se për shembull thonë se më saktë është që Ibn Sayyadi, që është përmendur në hadithet pejgamberit alayhis salam, nuk ka qenë dëgjalli. Pse nuk ka qenë dëgjalli? Edhe pse i ka pas disa cilësi të përbashkëta me dëgjallin. Prej këtyre cilësive ka qenë hebrej, edhe dëgjalli hebrej. Edhe ky ka qenë i verbër me një në sy, edhe ai ka qenë i verbër me një në sy. Edhe ky është mashtrues e gënjeshtar, edhe tjetri mashtrues edhe gënjeshtar. Mirë po, dallon, ka dalluar me dëgjallin në cilësinë, domethënë disa cilësi dalluese të dëgjallit. Cilësi dalluese të dëgjallit për këtë arsye vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që nuk është dëgjalli në disa hadithe. Domethënë ajo është vetëm një prej atyne falltarëve. Prej rregullave që duhet mi pas parasysh, ai i cili dëshiron mi apliku këto hadithet pejgamberit alayhis salam që flasin për trazirat e mëdha, për luftat e mëdha, për shenjat e kiametit, në realitetin objektiv është se teksti do të më thonë baza dhe realiteti si dega. E ju e kundërta, se disa prej njerëzve e marrin për bazë realitetin që jetojnë. Masa ne kur vjen ndonjë tekst, mundohem me kuptu tekstin në bazë të realitetit edhe me interpretu tekstin në bazë të realitetit. Ka herë mu përputhet sipas tyne, mirë po në disa ngjarje për shembull nuk përputhet, atëherë e interpretojnë edhe thonë se kjo është përmendur në mënyrë figurative, është përmendur kështu. Do thonë, esenca është që teksti nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, nga ajetet kuranore, ai do të më marrë për bazë. E ju më marrë për bazë realiteti, masanej më mundu që tekstet më janë nështru realitetit. Ja, realiteti nështrohet teksteve. E ju e kundërta. Ka njerëz pastaj kur e marrin për bazë realitetin, i mohojnë tekstet krejt, thonë se nuk e pranojmë hadithet, i mohojnë tërësisht hadithet. Ka njerëz, domethënë koranisë ose të tjerë thonë s'mundem me pranu. Ose të tjerë për shembull thonë se ja interpretojnë, domethënë me interpretim të gabum, interpretojnë me interpretime të gabume. Shumë njerëz i kanë interpretuar ato tekstet të cilat janë të prera, kanë interpretuar tekstet e dëgjallit, interpretuar tekstet e zbritjes së Isait alayhis salam, sepse s'u ka shku në mendja se s'ka mujt me paramendu që domethënë ka me ardhë dëgjalli edhe ka me konë njeri edhe gjithë këto simbogjizë se mrekullimi pasaj në dorën e tina. Prandaj i kanë interpretuar tekstet e dëgjallit edhe zbritjes së Isait alayhis salam. Pra, ata ka marrë për bazë realitetin, e masaneja kanë nështru tekstet e realitetit. E kundërta është e sakt, të më thonë, më para teksti e realiteti vjen si nështrim ndaj teksteve. Rregulli i 10 është se njeriu gjatë zbatimit të aplikimit të teksteve në realitet duhet me koni matën, nuk duhet me gut. Shumë njerëz nxitojnë, guten kur flasin, thojnë që ka ardhur koha. Pse nguten? Ka dikush për qëllime personale, do të thonë për interesa personale, për me marr famë, dikush për klikime, se kush është i pari i cili plason një lajm, edhe thotë se ka ardhur koha qësaj, edhe me paraqit ata njerëzve të thjeshtë, njerëzve që s'marrin vesh, edhe që nuk i kanë parasysh disa çështje, dhe pastaj më bëj famshëm me këto gjëra. Do të gjithmonë më kon i matën në aplikimin e teksteve në realitet. Dhe Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu në një fjalë të tij thotë innaha satakunu hannatun wa umurun mushtabihat. Fa alayka bit-tu'ada fatakunu tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'san fi sharr. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thotë do të shfaqen situata dhe çështjet pa qarta. Ngjarjet pa qarta, prandaj prandaj thotë bëj i matër dhe kujdesu dhe ti jesh i matër sepse me kon pasues në hajër është më mirë se sa me kon me kon pasuesi dikujt në hajër, më mirë se sa me kon prijes në të keqen, në sherr. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan. Ka thënë maturia është prej Allahut azza wa jalla, ndërsa nxitimi është prej shejtanit. Pra, njerëzit të ndryshëm në periudha të ndryshme kohore shpesh herë nxitohen ose për çështje personale ose për çështje të tjera dhe nuk e respektojnë. Dhe ka njerëz të cilët
janë nxitu pe këtyne për shembull që kanë folur për shembull për Dejjallin, edhe kanë thënë se bile thot njëri që ka shkruar rreth Dejjallit edhe teorisë së Dejjallit edhe domethënë flet për anijet fluturuese, thot unë jam i pari që kom fol për këtë teori. S'ka fol kërkush për njerëzve për këtë teori që kom shpikone. Bile disa mi kanë marrë mendimet e mina, bile thotë e kom nisë një procedurë gjyqësore kundër atij që mi ka marrë këto të drejta intelektuale edhe nuk mi ka respektuar të drejta intelektuale. Çka ka thënë ai? Ka thënë se pallati i Dejjallit është në Trekonshën e Bermudeve. Në Trekonshën e Bermudeve. Edhe ai është shpikësi anive fluturuese, edhe aty në UFO-ve. Domethënë njerëzit duke u nxitu e kanë apliku këto tekste pa i pas parasysh këto rregulla që i përmend. Pra gjithmonë duhet me kon i matër. Gjithmonë duhet me kon i matër. Dhe në një fjalë është këtu me rëndësi është një fjalë e Sufjan ath-Thawrit rahimahullah. Hafs ibn Ghiyath thot e kon thon Sufjan ath-Thawrit. Ya Aba Abdillah inna an-nasa qad aktaru fi al-Mahdi. Fama taqulu fi. Para me dhënë kon Sufjan ath-Thawrit është për fol për Mehdiun. Hafs ibn Ghiyath, një prej dietarëve të hadithit, njëkohësisht edhe nxënës i Sufjan ath-Thawrit, ka thënë ja Aba Abdillah, ka thënë njerëzit po folën shumë për Mehdin. Çfarë mendon ti për Mehdin? Çka ka thënë Sufjan ath-Thawri në fjalë, ka thënë in marra ala babik fala takun minhu fi shay'in hatta yajtami'a an-nasu alayh. Nëse ai kalon pranë derës tonë, nëse Mehdia kalon thot pranë derës tonë, mos u përfshin asgjë rreth tij, mos hynë në të farë ushtri ose në ata njerëz që pretendojnë që përpasojnë Mehdiun, derisa njerëzit bashkohen rreth Mehdiut edhe çat herë qartësohet gjendja e tij. Pra, njeriu duhet me kon i matër. Edhe Sufjan ath-Thawri praktikisht ka kallëzuar se edhe në qoftë se dikush pretendon se është Mehdiu edhe po flet për Mehdiun, ti mos u gut, nëse kalon para derës tonë, ti mos u përfshi, mos hin me ata njerëz derisa krejt njerëzit t'japin besatimin. Se nuk është kushti i pari me dhënë besatimin me Mehdiut. Po derisa qartësohet gjendja e tij. Pra, me rëndësi është në kon i matër. Se ai që gutet, masanej edhe devijon. Rregulli tjetër është se disa njerëz që flasin për shenjat e Kiametit mundohen me kuptu ato shenjat e Kiametit në bazë të realitetit që e jetojnë. Edhe mja përshtat shenjat e Kiametit në bazë të realitetit që e jetojnë. Çfarë do të thonë kjo? Nga një herë, për shembull, vjen aty se në një luftë caktuar për shembull, ka më bash luftë e madhe që njerëzit kanë me luftu me shpata. Thotë, s'ka mundësi se tash ka koha teknologjisë e raketeve kështu me radhë, atëherë ose kohën e Dejjallit, që kam e thonë Dejjalli, do të thonë kam e thonë njerëz, kam e thonë shiut bjerë, edhe kam e ra shi. Edhe kam e thonë tokës nxjerrë ato thesaret e tua, toka kam e nxjerrë thesaret e tyne, ka me pas grune, ka me pas kësine. Çka ata nuk mundën me perceptu, do të thonë kohën e ditës së Kiametit ose ngjarjet përveç se sipas realitetit që jeton. Edhe çka kanë thonë për shembull disa prej tyre kanë thonë se për shembull njëri atyne duke u mundu me interpretuar tekstet e Dejjallit, çka ka thonë? Thotë për sa i përket thotë sasisë së madhe të grunit që do të jetë me Dejjallin, është që përshkruhet sikurse male. Mund të imagjinohet thotë se shejtanët do të kanë me kultivu toka të mëdha në shkretira nën tokë. Duke përdorur teknologji moderne bujqësore si hibridizimi shumë vite para se me dal Dejjalli. Pastaj ata kanë me iru këtë grur ka me rujt në deponën toksore në mënyrë që të ruhet për periudha të gjata, derisa të grumbullohet në sasi që i ngjan maleve. Kështu Dejjalli del me këto rezerva dhe i përdor për të mashtruar njerëzit. Pra ata nuk e besojnë që Dejjalli ka më thënë tokës nxirri thesaret e saj, nxirri grunin e kështu me radhë, pa ata do të thonë mundohen me kuptu ato çështjet e Dejjallit në bazë të asajna çka gjinin ata. Nuk bën kështu. Se kjo ka ndodhur para Kiametit sa shumë ka më ndryshu periudhat, baki Allah alem, ka më kon kjo teknologjia, s'ka më kon kjo teknologjia, ka më pas një teknologji tjetër. Na jemi, domethënë dëshmitar në ngjarjes kur domethënë s'ka qenë interneti, pastaj ka dule interneti, pastaj inteligjenca artificiale. Domethënë çdo herë po vijnë gjëra të reja.
Nëse dikush për shembull kishte me jetu para inteligjencës artificiale, s'kishte mujt me paramendu që do të vjen ajo kohë që ka me pas inteligjencë artificiale. Ose njerëzit e ndryshëm për shembull që kanë jetu para 60-70 viteve, s'kan mujt me paramendu që dikush flet me dikon në Amerikë ose dikon tjetër, edhe duke pa figurën e tij, duke fol drejt për drejt me ato, do të thonë fol drejt për drejt. S'kan mujt me paramendu. Pra njeriu nuk bën mja përshtat tekstet edhe me kuptu në dritën asajna që ka e jeton për aktualitetit. Se ato janë ngjarje që na ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë çështje të gajbit, mirë po na nuk e dim çish ka më ndodh. A ndron teknologjia, kthehet edhe një herë aprofundon a ka më pas bakit internet, as ka më pas Allahu alem aty. Ne nuk e dim, mirë po i besojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur vjen koha e ngjarjeve, atëherë i besojmë se ç'ashtu, se ç'ashtu ka më ndodhur. Mirë po nuk bën më ngut njeriu me interpretu disa mbas asaj që ka jeton ai. Edhe një rregull tjetër, nuk është kush që çdo fitne edhe çdo ngjarje që ndodh me lidh me hadithe. Hadithe ka të shumta që kanë folur për ngjarje të ditës së Kiametit. Mirë po jo çdo ngjarje që ndodh që ka hadithe për to. Ka mundësi nganjëherë ka hadithe, ka herë s'ka hadithe. S'bën me thonë njeriu tash që ka ngjarje e madhe për shembull, gjithsesi ka ndonjë bazë, ndonjë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ka ndodhur ngjarje në histori për cilat nuk ka pas hadithe, nuk ka hadithe. Për shembull, për këtyre ngjarjeve është se Qabja është godit me katapult në kohën e Hajjaj ibn Jusufit. S'kan ardhur hadithe për këtë. Haxhit janë sulmuar në haremin e Mekës edhe u vjedh Hajar al-Aswadi nga karametat. Nuk ka ndonjë hadith për këtë. Për shembull, kanë ndodhur kryqëzatat. S'ka ndonjë hadith. Xhamia Aksa ka përjetuar zjarr dhe shkatërrim në periudha të ndryshme pushtimesh. S'ka hadithe. Domethënë, jo çdo herë ngjarje të mëdha që ndodhin që duhet me pas gjithsesi hadithe rreth tyre. Nganjëherë mund me pas, nganjëherë mund të mos me pas. Për këtë arsye ai i cili mendon se çdo herë ka hadithe që flasin për ngjarje të caktuara, atëherë mundohet në mënyrë artificiale me lidh ato ngjarje me hadithe me mënyrë artificiale dhe me ahuq në këtë drejtim. Edhe e fundit, rregulla e fundit është ndaluar me caktu datat edhe kohët e caktuara me ditë, me muaj, me vite për fitnet edhe betejet edhe shenjat e Kiametit. Është ndaluar. Se kjo është çështje të gajbit. Për arsye njerëzit të ndryshëm që i përcaktojnë mas 5 viteve ka ndodhur kështu, sepse po shkon kronologjia ngjarjeve kështu, ose ka ndodhur ardha e Mehdiut. Disa e kanë përcaktuar për shembull ardhën e Mehdiut në fillim në vitin 1999, po sot në vitin 1999, dikush në vitin 2000, dikush domethënë ngjarje të ndryshme, kanë përcaktuar data të caktuara. Është ndaluar se kjo është prej çështjeve të gajbit. Ashtu siç nuk dihet koha kur ndodh Kiameti, ashtu edhe nuk dihet saktësisht se kur kanë ndodhur këto shenja, sidomos shenjat e mëdha të Kiametit edhe betejat e ndryshme. Na nuk e dim kur kanë ndodhur. Për këtë arsye është ndaluar që njeriu me përcaktuar data, sepse bëhet sebeb pastaj që përcaktimi këtyre datave, edhe që nuk realizohen, nëse nuk përputhen, atëherë më përgjigjështru tekstet. Se njerëzit flasin asaj që filan festeku ja ka huq jo, nuk flasin kështu, mirë po thonë se tekstet fetare janë ato të cilat ka gabime në to, se nuk janë përputhur me realitetin. Ka kaluar kohë, na e vërtetëm që s'ka ndodhur ai ngjarje dhe pas ka probleme me tekste. A problemi është te personi i cili ka tentuar me apliku gabimisht, edhe ka tentuar me apliku ato në realitetin e vet, ka caktuar data caktuar mirë po ato data i kanë gabimshme edhe gabimi u kon pe këtina personit jo pe teksteve. Pra është ndaluar që njeriu me fol edhe me caktuar data caktuar. Këto janë rregulla të caktuara dhe vërejtëm se, domethënë, shumë janë rregulla që njeriu duhet me pas parasysh. Ata që flasin për shenjat e Kiametit, ai kanë parasysh të rregulla apo jo? Një pjesë e madhe nuk e kanë parasysh. Ndoshta i kanë parasysh disa prej tyre, disa jo. Këto duhet me pas parasysh. E kush janë ata që merren me këto, kush janë ata që përcaktojnë e aplikojnë, janë dietar. Për këtë arsye duhet
më kthy te dietarët që përmendën njërin me përjatjen e rregullave, duhet më kthy te dietarët edhe me vetë ata se a or koha këtij nëshaneve apo jo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.